Tërhiqja e firmave nga deputetët e opozitës për të gjithë kandidatët për postin e avokatit të popullit ndezi diskutime të forta në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Ti ishe i detyruar, ti do të ishe i detyruar të merre vullnetin tim të fundit. Vullnetin tim të fundit ka qenë ai. Dhe ti edhe sikur të them vullneti jot i fundit deri në datën 2 dhjetor ka qenë mbështetjes kandidat. Nuk e vendos ti atë punë. Ti tani po ja çon seancës. Un po të them tani. Edhe sikur seancë thoja. Filan bishtetë nuk mund të mbështet ti i detyruar ta shënosh. Ti po i çon sot seancës një gënjeshtër, po i thua që filan deputet e ka dhe firmën e Gens Strazimit Arjan Dojës apo të tiri Blushit. Nuk e ka. Fal të lutem. Por deputetët opozitar deklaruan se tërheqja është bërë zyrtarisht dhe publikisht, duke argumentuar se në këtë situatë procedura për zgjedhjen e kandidatëve nuk mund të vijojë më. Nuk po të themi mos e zgjedhni. Shkelen edhe këtë traditë mirë, sigurisht që nuk është ligjore, por ti nuk mund të thuash e kam zgjedhur filanin, kishte edhe mbështetjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo grupit parlamentar të LSI-s, sepse kjo nuk është e vërtetë. Edhe nëse ti nuk e verifikon dot kur e ka marrë firmën ai, edhe sikur të ishte kështu, ne po të themi sot, vullneti i fundit është ky që kemi sot, nuk e mbështesim me firmë, me vul, me shkresë, me argument. Kësaj ti nuk mund të ikësh. Dua t'ju kujtoj që të drejtën e propozimit ose të qenurit kandidat nuk e bën shprehje e vullnetit, por e bën firma e deputetit. Tërheqja nga firma është një akt juridik. Heqja dorëheqja. Sepse sipas kësaj logjike kushdo që ka dhënë dorëheqjen deri më sot apo jo, nuk do një jetë. Po e them publikisht ta dëgjojnë gjithë. Nga pikpamja morale ky s'është akt as burror, as juridik. E imja personale, e maj përgjegjësi për këtë që po them. Por nga pikpamja juridike tani, ne ndodhemi para i fakti. Imagjinoni kodin e procedurës civile kur një palë që ka bën ankimin heq dorë nga e drejta ankimit brenda afatit të parashikuar me ligj. Çfarë ndodh në gjykata? Pyetje juridike që mos bëj supozime. Çfarë ndodh kur heq dorë? Atëherë ankimi s'ka vlerë. Dakor? Dhe po e njëjta gjykata e shkallës parë vendos mos kalimin e seancës dhe vendos atë deklarimin apo jo. E bën me deklarim që ky ankimi s'ekziston më dhe shkon fare në apel çështja. Nga ana tjetër, kryetari socialist i komisionit Ulsi Manja kundërshtoi qëndrimin e opozitës duke nënvizuar se vetëm seanca plenare ka autoritetin për të marrë vendimin final. Sipas tij, edhe vetë deputetët e opozitës kanë mbështetur me firma më shumë se një kandidat, gjë që e bën të pavlefshëm pretendimin për bllokimin e procesit. Në mbledhjen e datës 17, kur është miratuar lista me 26 kandidatët, që është përcjell grupeve parlamentare dhe deputetëve për të mbështetur me 28 firma, ka një deklarim timin publik të shënuar dhe në proces verbal, që kam thënë, si rregull, grupet parlamentare duhet mbështesin një deputet, një kandidat. Por, me sa duket, ka prevaluar kushtetuta, ligji organik i avokatit popullit dhe rregulloria e kuvendit. Pavarësisht debatit, socialistët votuan pro, ndërsa opozita votoi kundër duke çuar përpara listën me 6 kandidatë. Me 9 vota pro dhe 3 kundër, komisioni vendosi që lista t'i kalojë seancës plenare të 11 dhjetorit, ku pritet vendimi përfundimtar. Pro, atëherës, me një sekond. Kundër janë. Atëherë sa janë pro? 9 pro, 3 kundër, miratohet raporti i komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike me 6 emrat që plotësojnë kushtet, kriteret dhe kanë 28 firma për të vazhduar në seancë plenare garën për pozicionin e avokatit popullit.